Unë më nëjtë drita. Drita. Okej. Por, kom dyshimet e mia që Prishtina të shku shkelqyshëm edhe... Po, për atë pjesë po, veç mes Nëse tyre këto dyja. dyja para drita. Mes tyre dyja, me dritën. Unë më ndoj drita. Okej. Ma, kjo gjithë ka kundër Ballkanit. Pse kundër? Të që. Ja. I pari që unë Çdo herë që ulem na diskutojna bashkë, çdo herë shkoj kundër Ballkanit. Nuk i ban puna goja punë me tho Ballkani. Kështu që nuk çudite me dita unë përgjigjen para se me po. Po, nëse edhe pritshmëritjen më përpara më shpall drita se Ballkani, për shkak që është kampion aktual. Gjithmonë kampioni aktual është favorit. Më duhet për herë por me fol për vetveten. Vjet në fazën e parë. Për loja ka qenë e treta, unë kom thonë që drita kom bu kampion. Po. Edhe kjo ka ndodhë. Ale si vjetë, jam në më Jo, realisht, Agjiu, realisht edhe unë e kom thonë në emision që drita është në përparësi për më shball kampion qysh në fillimet e saj. Jo, qysh në fillimet e kampionatit. Pse të kam thonë? Se drita ka rujt organikën e vetë komplet e ka rujt organikën. Do më thonë, nuk ka posë, do më thonë, veç prurje cilësore edhe cilësi që i ka posë mërëna. A realisht Ballkani, lutem, Ballkani, me gjitha to i ndrojnë 9 lejtarë në brenda skuadrës dhe u dash një rigjenerim i skuadrës komplet edhe realisht është problematike modën rase i shpall kampion vitin e kalun. Edhe unë realisht unë kam thonë gjithmonë që drita ka qenë pretendenti kryesor edhe ashtu ndodhi. Tu e ditë se të otën. E sa i përket Ismet Munishi. Këtë vit kush është? Këtë vit kush është? Këtë vit unë jam pjesë aty edhe nuk mund me po tjetër është edhe me dasht. Po, se i përket Ismet Munishi që i tha, mos tham pse unë s'kam kishtë realisht, se unë kam pas rastin me punu se kur kam qenë edhe drejtar sportiv të Ballkanit, kum punu gjatë, edhe një karakter në Ismetit. Kur Ismet Munishi në sezon e kaluar, në fillim sezonës tha, jam të e përgadit, tha një lejtar, tha për kombëtarët të Kosovës, keni më janë zonën, mas me tho gjysma, po shumica njerëzve qeshnin me to, e realisht këtë qunin që shkoj të Dinamo. Për ato ka thonë. Të Dinamo të Tiranës. Kuran Berishën. Për e Kuran Berishën. Edhe ashtu doli. Ismet Munishi është mjeshtri më i madh edhe më guzimtari për me i shtil lejtarë të ri edhe me i nxjerrë potencialin e tyre. Po më thojnë, zëtë Agjiu, po më thojnë për regjisë që e ke pru një dhurat për